Dyshja oligarke krijoi 2 ditë më parë në kuvend një prokurori paralele, duke miratuar të ashtu quajturën Byro Kombëtare të Hetimit. Ky instrument, pra Byroja Kombëtare e Hetimit, është një tjetër hap i kryeministrit për të kapur institucionet dhe kontrolluar pushtetet e pavarura. Edhe aty ku kapja nuk mund të bëjë drejt për drejt, si në rastin e prokurorit përgjithshëm, e shmang atë duke sjellë në jetë me nxitim një strukturë paralele tërësisht në urdhrat e ekzekutivit. Byroja Kombëtare e Hetimit është një sajesë antikushtetuese që oligarkia do ta përdorë si kamzhik apo këmish force për rivalët dhe kundërshtarët e saj në politikë dhe kudo. Sipas kushtetutës sonë, hetimet në këtë vend ende demokratik, por tërësisht në rrezik, drejtohen dhe zhvillohen vetëm nga prokuroria. Ndërkohë, oligarku megaloman kërkon të jetë ai që edhe heton, edhe gjykon, edhe bën ligjet. Byroja e tij e Hetimit është sot thjesht një konfirmim më shumë i rrugës së Edi Ramës për të rilindur në vend byron famkeqe politike që kontrollonte gjithçka dhe jeta dhe liritë e njerëzit nuk ekzistonin. Partia Demokratike do të ndjek të gjitha rrugët ligjore dhe politike për të mos lejuar instalimin e kësaj oligarkie mafioze Rama dhe Meta si një rrezik ekstrem për demokracinë dhe qytetarët.